Aktoria e njohur Teuta Krasniqi ka ndarë mendimet e saj për marrëdhënien me ish-bashkëshortin, këngëtaren Vlero Muharremi. Ajo ka reflektuar mbi periudhën e ndarjes së tyre duke kuptuar rëndësinë e mirëkuptimit të respektit në një proces të tillë. Kjo është një temë e rëndësishme që prek shumë çifte në shoqërinë tonë. Teuta e përshkrua ndarjen e saj si një moment të vështirë, por gjithashtu si një proces që ka sjellë rritje personale. Ajo thekson se ndarja e tyre, e cila ndodhi gati 12 vite më parë, ishte një hap i nevojshëm për të dy. Kjo qasje e saj tregon se ndarja nuk duhet të jetë një dështim, por një mundësi për të rritur vetdijen dhe për të përmirësuar jetën personale. Teuta gjithashtu ndau filozofinë e saj mbi martesën dhe ndarjen. Ajo beson se ndarja nuk është një dështim, por një mundësi për rritje emocionale dhe shpirtërore. Askush nuk martohet me qëllim që të ndahet, por rrethanat dhe njerëzit ndryshojnë, thot ajo, duke theksuar se qëndrimi në një marrëdhënie jo funksionale është ajo që duhet të shmanget. Në përfundim të mesazhit të saj, Teuta shpreh urimet e saj për Vleron dhe Eroniton, çiftin e sapo martuar. Ajo uroi që ata të kenë trashëgimi, shëndet dhe harmoni në rrugëtimin e tyre të përbashkët. Kjo tregon se pavarësisht historisë së saj me Vleron, Teuta është e ngatshme të mbështesë vendimet e reja në jetë. Ajo gjithashtu zbuloi se këto urime ka bërë dhe privatisht, duke konfirmuar marrëdhënien e saj të civilizuar me ish-bashkëshortin. Ky është një shembull i shkëlqyer se si ndarjet mund të menaxhohen me maturi dhe respekt, duke krijuar një ambient të shëndetshëm për fëmijët. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.